mija jonë halon kërkim e sipër të tyne, sepse është nacionalizmi ajo që nuk jo një mund asnjona për i tyne, por në këtë nacionalizm unë e shoh të djathtën dhe të majtën, dhe kjo fushot ose vërsulje e gjithve ndaj LDK-s e ka një emën, që është majta neostaliniste kundër të djathtës liberale. Shy. Po. Asnjëherë këtu Po flasim për partitë tjera nuk kanë një dorë prej asaj që quhet dogmatizëm enverian, dhe asnjëherë nuk janë distancu nga ajo që quhet neostalinizëm. Sepse të flasësh e ta madhnosh Leninin, e ta anashkalosh Stalinin, domethënë është e padrejtë, sepse i him në hak Stalinit, sepse Stalini ka qenë praktikues i teorive të Leninit. Në praktikë, e ka po shtetin Leninit. E ka ushtru shtetin Leninit. Edhe vetë qeverisin e ka ekzekutuar. Po. Dhe tash, në këtë situatë, unë e shoh si prit mirë LDK-n nga e majta, të cilët mendojnë se e mojnë patriotizmin shqiptar në kund të sulmu të djathtën. Ama matoshin e po flasim për diçka që është manipulim, është për tet majtës dhe djathtës. Hajnia nuk njet majt djathtës qendrës. Po çdo punë që flasim e ka moralin e vet, ose e ka një histori. Prandaj po them. Unë e ku mbrojt idenë publikimin e këtyre mesazheve ke parë. Mbrojt idenë që publikimi i këtyre mesazheve i shërben Kosovës. Na shërben neve. Sepse asnjë parti tjetër nuk ka publiku asnjëherë diçka të mbrëmshme e cila i shërben Kosovës. As tani se ka publikuar partia sepse partitë tjera janë, unë besoj, mendoj, janë ideatorët partitokracisë e jo të adhedashurisë, ose të shtetmbajtjes, po e quaj. Kur Kujtim Shola i thot Arben Gashit se pos që kemi me folë në parti, ekzistojnë edhe instanca tjera sistemit. Dhe kur Lumir Abdigjikun në këtë rast, i thot Zotit Hoti se këto punë duhet të adresohen në polici dhe në prokurori, unë e shoh dy njerëz që i besojnë drejtësisë kosovare, që i besojnë institucioneve të Republikës. E jo me ikë si kryeministri aktuali i Kosovës për drejtësisë. Për drejtësisë të shtetit të cilin e udhëheq. Se dhe kjo s'ka ndodhur përpas në revolucione socialiste, në demokraci liberale s'ka ndodhur asnjëherë. Se s'mundet me ndodhur. Nëse ti ki 4 vjet,